ideja është të mundshme pak me orientu debatin çfarë mundet me ndodh nesër. Janë dy rrugë, rruga e parë prapë më blloku, dhe eventualisht me intervenu presidenti, unë shat pak të në kështu, sepse kishte lënë një paragraf aty në fund, dhe rruga dytë, që nëse ju tash disa subjekte politike perinate tam ashtu politike që janë të parësyshme për mendimin tim, gjenden 61 deputet, sepse unë besoj që disa deputet të cilët nuk kanë votuar herën e kaluar, kanë me votu kësaj radhe, sepse janë të interesuar me marr mandatin sa më parë dhe me fillu jeta institucionale. Unë e quaj jeta institucionale fillon momenti që të kemi një parlament, sepse ai parlament pastaj kur konstituohet dhe zgjidhet edhe kryetari dhe nën kryetari siç i përmendni edhe profesori, atëherë fillojnë edhe afatet ligjore kur ne duhet përgatisemi për me pas një qeveri të re ose eventualisht vendi me shkon zgjedhje. Kështu që unë besoj nesër që ky skenari i dytë është shumë i mundshëm, sepse me gjallë të një vota mund të kalojë komision teknik i cili realisht u blloku herën e kaluar dhe pastaj e shohmë se me të vërtetë a janë ato 61 vota edhe për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, e që me gjasë edhe atë ditë kanë qenë sepse kemi pas deklarime publike sidomos të Aleancës për Armeni Kosovës, të cilët janë të interesuar me votu kryetarin e kuvendit dhe qëllimi është pra të konstituohet komplet kuvendi dhe të fillojnë pastaj rrjedha kohore, ligjore për nominimin e mandatarit edhe për qeverinë. Kështu që nesër shoh që të zhbllokohet kjo situatë dhe në kushte normale unë ja propozoj deputetëve të subjekteve politike kur t'i bojnë ato grupet parlamentare që përmendni dhe profa me atë numër të caktuar që ka 10 se pas nga throne. Ta dërgojnë kushtetuese, po 10 ka edhe 30. 30 është për presidentin.